Sot do të eksplorojmë një nga shpikjet më transformuese në historinë e njerëzimit, një objekt aq të pranishëm në përditshmërinë tonë saqë rrallëherë ndalemi të reflektojmë mbi udhëtimin e tij të jashtëzakonshëm përgjatë shekujve. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Imagjinoni për një çast një botë ku plakja nënkuptonte, pashmangshmërisht, humbjen e aftësisë për të parë. Një botë ku shikimi që përkeqësohej me kalimin e viteve pranohej thjesht si një dënim i pakthyeshëm, një fat prej të cilit askush nuk mund të shpëtonte. Kjo ishte skena që zhvillohej në Evropë gjatë mesjetës, veçanërisht gjatë shekullit GI, kur burra dhe gratë të gjitha shtresave shoqërore përballeshin me të njëjtin realitet të pashpirë. Humbja graduale e shikimit nuk ishte thjesht një shqetësim, ishte një dënim që i shndërronte individët produktiv në qenie të varura, të detyruar të braktisnin profesionet e tyre, studimet e tyre dhe, në fund të fundit, pjesëmarrjen e tyre aktive në shoqëri. Në atë kohë, përkeqësimi i shikimit konsiderohej po aq natyral sa zbardhja e flokëve apo rrudhja e lëkurës. Kur një artizan fillonte të kishte vështirësi për të dalluar detajet e imta të punës së tij, kur një skrib nuk mund të deshifronte më shkronjat e dorëshkrimeve që kopjonte, kur një tregtar nuk njihte më monedat në duart e tij, nuk kishte asnjë zgjidhje. Verbëria progresive pranohej thjesht si një pjesë e pashmangshme e ciklit të jetës. Zanatet që vareshin nga mbretësia vizuale braktiseshin, dhe ata që kishin kaluar dekada duke përsosur aftësitë e tyre e shihnin veten pa pritmas të paaftë për të ushtruar profesionet e tyre. Një argjendar që i kishte kushtuar gjithë rininë e tij mësimit të sekreteve të argjendarisë duhej, kur arrinte moshën e mesme, tua dorëzonte veglat e tij duarve më të reja. Një iluminues dorëshkrimesh, sytë e të cilit kishin krijuar imazhet më të bukura për të zbukuruar tekstet e shenjta, shihej i detyruar të braktiste penelat dhe pigmentet kur shikimi i tij fillonte të dështonte. Situata ishte veçanërisht dramatike në manastiret e shpërndara nëpër Evropën mesjetare. Në këto qendra të njohurisë dhe spiritualitetit, leximi dhe shkrimi përbënin aktivitete themelore të jetës monastike. Murgjit u kushtonin orë të gjata studimit të shkrimeve, kopimit të teksteve të lashta dhe prodhimit të dorëshkrimeve të iluminuara që do të ruanin njohurinë për brezat e ardhshëm. Scriptorium, vendi ku murgjit kopist kryenin punën e tyre të përpikt, ishte zemra intelektuale e çdo manastiri të respektuar. Atje, të përkulur mbi pergamenat e tyre, fetarët transkriptonin fjalë për fjalë tekstet që kishin mbijetuar që nga antikiteti, duke garantuar që urtësia e të lashtëve të mos humbiste në mjegullat e kohës. Megjithatë, kjo detyrë fisnike kërkonte sy të mprehtë dhe duar të forta. Kaligrafia e ndërlikuar, detajet e imta të iluminurave, shkronjat e vogla që mbushnin rresht pas rreshti pergamenat e vlefshme, e gjitha kjo kërkonte një shikim të përsosur. Kur vitet fillonin të merrnin harxhin e tyre dhe sytë e murgjve nuk mund të dallonin më karakteret me të njëjtën saktësi si dikur, këta burra të devotshëm e shihnin veten të larguar nga ajo që ishte, shpeshherë, arsyeja e ekzistencës së tyre. Rregulla e Shën Benediktit që udhëhiqte jetën në manastire të shumta evropiane, përcaktonte se murgjit duhet i kushtoheshin si lutjes ashtu edhe punës, duke ndjekur parimin ora et labora. Për shumë fetar, puna intelektuale e kopimit dhe studimit të teksteve të shenjta përfaqësonte formën më të lartë të shërbimit ndaj Zotit. Humbja e aftësisë për të kryer këtë detyrë ishte, pra, një goditje dërmuese jo vetëm për produktivitetin e manastirit, por për vetë identitetin shpirtëror të murgut. Ky realitet, megjithatë, ishte gati të ndryshonte. Larg tokave evropiane, në hapësirat e gjerë të botës islame, një burr me inteligjencë të jashtëzakonshme kishte hedhur bazat teorike për një revolucion që do të transformonte përgjithmonë marrëdhënien e njerëzimit me shikimin. Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham, i njohur në perëndim si Al-Hazen ose Al-Hazn, lindi rreth vitit 965 në Basra, në Irakun e sotëm. Ky polimat ja kushtoi jetën e tij studimit të matematikës, astronomisë dhe, mbi të gjitha, optikës, fushë në të cilën do të jepte kontribute që do të bënin njehon përgjatë shekujve. Libri i optikës, vepra e tij më me ndikim, përfaqësoi një shkëputje themelore nga teoritë e shikimit që kishin mbizotëruar që nga antikiteti. Ndërsa mendimtarët grek si Platoni dhe Euklidi kishin mbrojtur idenë se shikimi ndodhte përmes rrezeve që emanonin nga syt drejt objekteve të vrojtuara, Ibn al-Haytham demonstroi se drita udhëtonte nga objektet drejt syve dhe jo e kundërta. Ky inversion në dukje i thjesht përbënte, në të vërtetë, një revolucion konceptual që do të hapte rrugën për të gjithë optikën moderne.
Më e rëndësishmja për narrativën tonë, Ibn al-Haytham ishte i pari që sugjeroi se copat xhami të lëmuara me kujdes mund të përdorshin për të ndihmuar njerëzit me dëmtime vizuale. Ai përshkroi se si segmentet e një sfere xhami mund të zmadhonin imazhet kur pozicionoheshin mbi tekste, duke lejuar që shkronjat e vogla të shieshin me qartësi më të madhe. Kjo ide mbeti në fushën teorike për shumë dekada, duke pritur momentin kur do të gjente duar të shkathta të afta për ta shndërruar atë në realitet. Libri i optikës u përkthye në latinisht në vitin 1240 dhe mbërritja e tij në Evropë koincidoi me një periudhë aktiviteti të dendur intelektual në manastiret e kontinentit. Murgjit, gjithmonë të etur për njohuri, e pritën veprën e Ibn al-Haytham me entuziazëm të madh. Komunitetet monastike, veçanërisht në Itali, filluan të eksperimentonin me parimet e përshkruara nga dietari arab. Ishte në këtë kontekst që u shfaqen guret e parë të leximit, thjerëza gjysmësferike të bëra prej kristali shkëmbi ose kuarci që, kur vendoseshin mbi një tekst, zmadhonin shkronjat dhe lehtësonin leximin. Këta gur leximi përfaqësonin një përparim domethënës, por ishin ende larg të qenit një zgjidhje praktike për problemet e shikimit. Ata duhej të mbaheshin mbi tekst, gjë që zinte një rëndor të lexuesit dhe vështirësonte manipulimin e një koshëm të librave dhe materialeve të shkrimit. Përveç kësaj, fusha e tyre e shikimit ishte e kufizuar, duke lejuar zmadhimin e vetëm një pjesë të vogël të tekstit në çdo herë. Megjithatë, për murgjit që kishin besuar se nuk do të mund të lexonin kurrë më, ata gur të thjeshtë xhami përfaqësonin asgjë më pak se një mrekulli. Ndër mendimtarët evropian që u morën me çështjet e optikës, dallohet figura singulare e Roger Bacon, një frat franceskan anglez i lindur rreth vitit 1214 në Somerset. Bacon studioi në universitetet prestigjioze të Oxfordit dhe Parisit, ku ra në kontakt me veprat e përkthyera të dietarëve arabë. Indikuar thellësisht nga libri i optikës i Ibn al-Haytham dhe nga mësimet e Robert Grosseteste, mentori i tij në Oxford, Bacon ia kushtoi një pjesë të madhe të jetës së tij studimit eksperimental të natyrës. I njohur si Doktor Mirabilis, doktori i admërueshëm, Bacon ishte një figurë kontroversiale në kohën e tij. Idetë e tij të përparuara mbi rëndësinë e eksperimentimit dhe vëzhgimit empirik shpesh binin në konflikt me autoritetet kishtare, të cilat e shihnin me dyshim çdo njohuri që dukej se sfidonte të vërtetat e vendosura. Megjithatë, Bacon këmbënguli në studimet e tij, duke gjetur në momente të caktuara mbrojtje pranë Papës Clementi IV, i cili admironte erudicionin e tij dhe inkurajonte kërkimet e tij. Në vitin 1267, Bacon shkroi veprën e tij më të rëndësishme, Opus Maius, një traktat monumental që përfshinte nga gramatika dhe logjika deri te matematika, fizika dhe filozofia. Një nga seksionet më domethënëse të kësaj vepre i kushtoi optikës, në të cilën Bacon demonstronte se si segmentet e xhamit të lëmuar mund të bënin që objektet e vogla të dukeshin më të mëdha. Ai pohonte shprehimisht se ky instrument do të ishte jashtëzakonisht i dobishëm për njerëzit e moshuar dhe për ata me shikim të dobët, duke u lejuar atyre të shihnin shkronja të vogla me madhësi të mjaftueshme për t'u lexuar me lehtësi. Roger Bacon madje i dërgoi Papës një ekzemplar të një prej këtyre thjerëzave të leximit, duke demonstruar personalisht se si ajo mund të përfitonte ata, shikimi i të cilëve nuk ishte më ai që kishte qenë. Ky prezantim para pontifit përfaqësonte një moment vendimtar në historinë e ndihmës vizuale, pasi i jepte legjitimitet fetar dhe intelektual një instrumenti që disa ende e shihnin me dyshim. Nëse vetë Papa e miratonte përdorimin e thjerëzave të tilla, sigurisht që nuk mund të konsideroheshin vepra të shtriganisë apo magjisë së zezë, akuza që shpesh binin mbi çdo inovacion që dukej se sfidonte rendin natyror të gjërave. Ndërsa studiuesit debatonin mbi vetitë teorike të dritës dhe thyrjes, një revolucion i heshtur ishte në rrjedhë e sipër në punishtet e xhamit të Italisë Veriore. Në Venecia, qytet që ishte vendosur si një nga qendrat më të mëdha tregtare të botës mesjetare, arti i prodhimit të xhamit kishte arritur nivele sofistikimi të paprecedent. Xhampunuesit venecian njiheshin në të gjithë Evropën për cilësinë e jashtëzakonshme të produkteve të tyre dhe sekretet e artit të tyre ruheshin me zellin më të madh. Historia e ishullit të Murano është ngushtësisht e lidhur me historinë e xhamit venecian. Në vitin 1291, qeveria e Republikës së Venecias dekretoi që të gjitha fabrikat e xhamit duhej të transferoheshin nga qyteti kryesor në këtë ishull të vogël të situar pak më shumë se 1 kilometër larg. Zyrtarisht, masa synonte të mbronte venecian nga rreziku i zjarreve, pasi prodhimi i xhamit kërkonte temperatura jashtëzakonisht të larta dhe shumica e ndërtimeve veneciane ishin prej druri.
Në realitet, megjithatë, transferimi kishte një qëllim shumë më strategjik, të kufizonte xhampunuesit dhe familjet e tyre në një vend nga ku do të ishte shumë më e vështirë të aratiseshin, duke garantuar kështu që sekretet e vlefshme të prodhimit të xhamit të mos u zbuloheshin fuqive rivale. Mjeshtrit xhampunues të Murano, të njohur si kristalleri, zinin një pozicion të veçantë në shoqërinë veneciane. Nga njëra anë, ishin praktikisht të burgosur në ishullin e tyre, të ndaluar ta linin atë në nkërcënimin e ndëshkimeve të rënda që mund të përfshinin burgun, punën e detyruar ose edhe vdekjen. Nga ana tjetër, gëzonin privilegje të jashtëzakonshme për artizanët e kohës së tyre. Familjet e tyre regjistroheshin në librin e artë të Murano, duke u dhënë atyre një status pothuajse fisnikëror. Vajzat e tyre mund të martoheshin me antar të fisnikërisë veneciane, pa u konsideruar kjo një aleancë e pabarabartë. Me pak fjalë, xhampunuesit e Murano ishin të burgosur luksi, të kufizuar nga rëndësia e njohurive të tyre. Ishte në këtë mjedis sekreti dhe sofistikimi që u zhvilluan teknikat që do të bënin të mundur prodhimin e thjerëzave të para me cilësi të duhur për të ndihmuar shikimin. Xhampunuesit e Murano përsosën prodhimin e të ashtu quajturit xham i bardh, një xham jashtëzakonisht i qartë dhe i pangjyrë që ishte thelbësor për prodhimin e instrumenteve optike. Rreth vitit 1450, Angelo Barovier, antar i një prej familjeve më të shuara të xhampunuesve të Murano, zhvilloi Cristallo, një xham me transparencë dhe shkëlqim të pakrahasueshëm që ngriti edhe më shumë cilësinë e thjerëzave të prodhuara në ishull. Momenti i saktë kur dikujt i lindi idea për të bashkuar dy thjerëza në një kornizë të vetme për të krijuar syzet e para të mirëfillta mbetet i mbështjellë me mister. Nuk ka një shpikës të vetëm të cilit mund t'ia mbeshim këtë krijim revolucionar. Në vend të kësaj, kemi një proces gradual eksperimentimi dhe përsosjeje që u zhvillua përgjatë disa dekadave. Disa historianë tregojnë qytetin e Firences si djepin e kësaj shpikjeje, të tjerë Pizën ose vetë Venecian. Ajo që dim me siguri është se, rreth vitit 1286, syzet e para me ribatin, perçin, siç quheshin, filluan të shfaqeshin në veri të Italisë. Këto syze të para konsistonin në dy thjerëza konvekse të montuara në rraf druri, briu, metali ose lëkure, të bashkuara nga një ribatin ose kunj qendror. Për t'i përdorur, përdoruesi duhej t'i mbante me dorë para syve ose t'i balanconte me vështirësi mbi hun, pasi ende nuk ishte zhvilluar asnjë sistem fiksimi që lejonte mbajtjen e tyre në vend pa mbështetje manuale. Pavarësisht këtij kufizimi evident, syzet me ribatin përfaqësonin një përparim të jashtëzakonshëm. Për herë të parë në histori, njerëzit me presbiopi, gjendja që vështirëson shikimin nga afër dhe që pashmangshmërisht prek pothuajse të gjithë individët pas moshës 40 vjeçare, mund t'i ktheheshin leximit, shkrimit, kryerjes së punëve të detajuara. Një dokument veçanërisht domethënës për historinë e syzeve është një predikim i mbajtur në vitin 1306 nga frati dominikan Giordano de Pisa. Në këtë predikim, Giordano deklaroi se ende nuk kishin kaluar 20 vjet që kur ishte zbuluar mënyra e prodhimit të thjerëzave të xhamit që lejonin një shikim të mirë të gjërave. Ky pohim e vendos shpikjen e syzeve rreth vitit 1286, duke vërtetuar dëshmi të tjera që tregojnë këtë periudhë. Giordano gjithashtu përmendi se kishte njohur personalisht shpiksin, megjithse nuk e zbuloi emrin e tij, duke shtuar kështu edhe një element misteri në këtë histori tashmë të mbushur me pasiguri. Ndër dëshmitë vizuale më të vjetra dhe më të rëndësishme të ekzistencës së syzeve në mesjet gjenden afresket e pikturuara nga Tommaso da Modena në sallën e kapitullit të ish konventit dominikan të San Nicol, në Treviso. Në vitin 1352, ky artist i talentuar Emilian u punësua për të dekoruar mjedisin me portrete të 40 dominikanëve të shuar, përfshirë pap, kardinal, teolog dhe filozof. Ajo që i bën këto afreske të jashtëzakonshme nuk është vetëm cilësia e tyre artistike, por fakti që Tommaso i portretizoi personazhet e tij jo në poza solemne dhe të idealizuara, por të angazhuar në aktivitetet e tyre të përditshme të studimit dhe shkrimit. Në një nga këto afreske, shohim kardinalin Ugo de Provença, i njohur gjithashtu si Hugo de Saint-Cher, një teolog dominikan që kishte jetuar midis viteve rreth 1200 dhe 1263. Kardinali është portretizuar duke përdorur një palë syze me ribatin ndërsa lexon një dorëshkrim. Ky konsiderohet portreti i parë i njohur i një personi që mban syze në një vepër arti. Fakti që Tommaso e përfshiu këtë detaj sugjeron se në vitin 1352 syzet ishin tashmë mjaftueshëm të zakonshme saqë përfaqësimi i tyre të mos shkaktonte çudi.
edhe nëse personazhi i portretizuar kishte jetuar një shekull më parë, në një kohë kur syzet ende nuk ekzistonin. Kostoja e syzeve të para ishte e paarritshme për shumicën dërmuese të popullsisë mesjetare. Thjerëzat prej kristali shkëmbi ose xhami të Murano kërkonin punë jashtëzakonisht të specializuar për t'u lëmuar me lakimin e duhur, dhe kornizat, madje edhe ato më të thjeshtat, kërkonin materiale dhe aftësi artizanale që nuk ishin në dispozicion të çdo punishtaje. Ka regjistrime historike se në Qing gjatë dinastisë Ming, midis viteve 1260 dhe 1368, një zotëri i pasur shkëmbeu një çift kuajsh race të shkëlqyer për një palë syze të vetme, duke dhënë një ide të vlerës së jashtëzakonshme që u mbishej këtyre objekteve. Në Evropën mesjetare, syzet ishin simbole të padiskutueshme të erudicionit, pasurisë dhe statusit shoqëror. Të mbaje syze do të thoshte, para së gjithash, se mbajtësi i tyre dinte të lexonte, një aftësi ende e kufizuar në një elitë të vogël klerikësh, fisnikësh dhe tregtarësh të begatë. Do të thoshte gjithashtu se ai mund t'i lejonte vetes luksin e zotërimit të një objekti me vlerë të barabartë me atë të një shtëpie apo prone. Për këto arsye, syzet u shoqëruan shpesh me figura të autoritetit dhe urtësisë. Në pikturat fetare të kohës, shenjtorët dhe doktorët e kishës filluan të portretizoheshin duke mbajtur syze, duke i dhënë objektit një aurë shenjtërie dhe njohurie. Megjithatë, jo të gjithë i shihnin syzet me sy të mirë. Në një kohë të dominuar nga mendimi fetar dhe nga dyshimi ndaj çdo gjëje që dukej se ndryshonte rendin natyror të vendosur nga Zoti, disa pyetnin nëse ishte e përshtatshme të përdoreshin mjete artificiale për të korrigjuar atë që providenca kishte dekretuar. Nëse Zoti do të donte që një burr të vazhdonte të shihte në pleqëri, nuk do të kishte lejuar që shikimi i tij të përkeqësohej. Përdorimi i syzeve a nuk do të ishte, pra, një formë e sfidimit të vullnetit hyjnor? Këto pyetje, megjithse të pranishme, nuk ishin të mjaftueshme për të ndaluar përhapjen e syzeve në të gjithë Evropën. Kërkesa për instrumente ndihmëse vizuale ishte thjesht shumë e madhe për t'u përmbajtur nga kundërshtimet teologjike. Murgjit që ishin pajtuar me faktin se nuk do të kopjonin kurrë më dorëshkrime zbuluan se mund të rifillonin aktivitetet e tyre. Tregtarët që nuk mund të kontrollonin më librat e tyre të kontabilitetit i u kthyen administrimit të bizneseve të tyre. Artizanët e të gjitha specialiteteve zgjatën karrierat e tyre për vite apo dekada përtej asaj që do të ishte e mundur pa ndihmën e thjerëzave korrigjuese. Me kalimin e dekadave, prodhuesit e syzeve kërkuan zgjidhje për problemin më evident të produkteve të tyre, nevojën për t'i mbajtur me dorë ose për t'i balancuar mbi hunë. Rreth shekullit XV, filluan të shfaqeshin modele që përdornin shirita ose rripa lëkure që lidheshin rreth kokës, duke i mbajtur syzet në vend pa kërkuar përdorimin e duarve. Kjo zgjidhje, megjithse përfaqësonte një përparim në terma prakticiteti, sillte shqetësimet e veta. Shiritat shpesh shtrëngonin shumë, duke shkaktuar dhimbje koke dhe shenja në lëkurë. Përveç kësaj, ishin estetikisht të pakëndshme dhe vështirësonin përdorimin e kapeleve apo zbukurimeve të tjera të kokës. Modele të tjera eksperimentonin me forma të ndryshme fiksimi. Disa syze vinin me një dorezë anësore që përdoruesi mund ta mbante, duke liruar të paktën njërin dorë. Të tjera kishin kapse që fiksoheshin te kapelet apo kësullet. Kishte madje modele të montuara në struktura teli që mbështeteshin mbi ballë. Secila prej këtyre zgjidhjeve paraqiste avantazhe dhe disavantazhe, dhe asnjëra prej tyre nuk arriti të zgjidhte përfundimisht problemin e komoditetit dhe prakticitetit. Shpikja e shtypshkronjës nga Johannes Gutenberg, rreth vitit 1440, transformoi rrënjësisht tregun e syzeve. Para shtypshkronjës, librat kopjoheshin me dorë, një nga një, në një proces të mundimshëm që kufizonte rënd disponueshmërinë e tyre. Leximi ishte një aktivitet i kufizuar në një elitë të vogël të shkolluar. Me shtypjen në mas, librat u bën më të aksesueshëm dhe alfabetizimi filloi të zgjerohej në shtresa më të gjera të popullsisë. Dhe me më shumë njerëz që lexonin, natyrisht u rrit edhe kërkesa për instrumente që ndihmonin shikimin. Prodhuesit e syzeve, të cilët deri atëherë kishin qenë artizan të izoluar që punonin për një klientel të kufizuar, filluan të organizoheshin në korporata zanatesh, duke vendosur standarde cilësie dhe duke trajnuar nxënës. Në qytete të ndryshme evropiane, u shfaqën rrugë dhe lagje të tëra kushtuar prodhimit dhe shitjes së syzeve. Nuremberg dhe Augsburg në Gjermani, Rouen dhe Flandra në Francë, përveç natyrisht Venecias dhe qyteteve të tjera italiane, u bën qendra të njohura të prodhimit optik.
Përhapja e syzeve solli me vete një fenomen shoqëror interesant. Në shumë vende të Evropës, njerëzit kërkonin të shmangnin të parit duke mbajtur syze në publik, pasi kjo do të denonconte humbjen e aftësive të tyre vizuale, diçka që konsiderohej e turpshme ose shenjë e pleqërisë. Syzet shpesh ruheshin në këllëf dhe përdornin vetëm në mjedise private. Nga ana tjetër, në kontekste të caktuara, syzet filluan të shiheshin si simbole pozitive. Pikturat e kohës tregojnë figura autoriteti si gjykatës, mjek dhe profesor, duke mbajtur syze si emblema të urtësisë dhe erudicionit të tyre. Në disa raste, njerëz me shikim krejtësisht normal arrinin të mbanin syze pa thjerëza, vetëm për t'u dukur më të kulturuar dhe të respektueshëm. Kjo ambivalencë ndaj syzeve, herë të fshehura si shenjë dobësie, herë të ekspozuara si simbol statusi, do të vazhdonte për shekuj. Një zhvillim veçanërisht i rëndësishëm ndodhi kur prodhuesit e syzeve zbuluan se si të prodhonin thjerëza konkave për të korrigjuar miopin, gjendja që vështirëson shikimin larg. Deri atëherë, syzet kishin qenë ekskluzivisht të pajisura me thjerëza konvekse, të përshtatshme për të korrigjuar presbiopin dhe hipermetropin. Regjistrimet e para të përdorimit të thjerëzave për miopi datojnë në mesin e shekullit gjv, duke zgjeruar ndjeshëm gamën e përfitimeve të ofruara nga syzet. Shekujt që pasuan do të dëshmonin përparime të vazhdueshme në teknologjinë e syzeve. Në vitin 1727, optiku anglez Edward Scarlett popularizoi dizajnin me bishta të ngurtë që mbështeteshin mbi veshë, duke eliminuar përfundimisht nevojën për t'i mbajtur syzet me duar ose për t'i fiksuar me shirita të bezdisshëm. Ky inovacion në dukje i thjesht përfaqësonte një transformim themelor në përdorshmërinë e syzeve, duke i bërë ato shumë më praktike për përdorimin e përditshëm. Në vitin 1784, Benjamin Franklin, shtetari dhe shpikësi i famshëm amerikan, zhvilloi thjerëzat e para bifokale. Franklin ishte miop dhe, me kalimin e moshës, zhvilloi edhe presbiopi, gjë që e detyronte të alternonte vazhdimisht midis dy palë syzeve të ndryshme. Zgjidhja e tij geniale ishte ndarja e thjerëzave horizontalisht, duke vendosur korrigjimin për larg në pjesën e sipërme dhe korrigjimin për afër në pjesën e poshtme. Me këtë, ai mund të shihte qartë si objektet e largëta ashtu edhe tekstet e afërta pa pasur nevojë të ndërronte syzet. Thjerëzat e syzeve të para ishin prej xhamit të trashë dhe të rëndë, gjë që shkaktonte shqetësim të konsiderueshëm për ata që duhej t'i mbanin për periudha të gjata. Përveç kësaj, cilësia optike ishte shpesh e parregullt, me distorsione dhe imperfeksione që mund të shkaktonin dhimbje koke dhe madje të përkeqësonin shikimin në vend që ta përmirësonin atë. Vetëm me zhvillimin e teknikave më të avancuara të lëmimit dhe me prezantimin e materialeve të reja filluan të tejkaloheshin këto probleme. Në shekullin XX, prezantimi i thjerëzave plastike përfaqësoi një tjetër moment historik domethënës. Shumë më të lehta se ato prej xhami, ato e bën përdorimin e syzeve dukshëm më komod. Në dekadat pasuese u shfaqën veshje speciale që reduktonin reflektimin e dritës dhe rritnin rezistencën ndaj gërvishtjeve, duke përmirësuar edhe më shumë përvojën e përdorimit. Sot, syzet janë shumë më tepër se thjesht instrumente të korrigjimit vizual. Janë bërë aksesor mode, shprehje të personalitetit dhe stilit. Thjerëzat progresive dhe teknologjitë digjitale lejojnë prodhimin e thjerëzave të personalizuara me saktësi milimetrike. E megjithatë, sado të sofistikuara që të jenë syzet moderne, ato ruajnë në thelbin e tyre të njëjtin parim që i lejoi një murgu mesjetar, para më shumë se 7 shekujsh, t'u kthejë leximit të faqeve të një dorëshkrimi të çmuar. Kur vendosim një palë syze mbi hun, po marrim pjesë në një traditë që daton nga punishtet e Murano, nga skriptoria e manastireve italiane, nga faqet e librit të optikës të Ibn al-Haytham. Po lidhemi me breza artizanësh, studiuesish dhe shpikësish që, secili në mënyrën e vet, kontribuan që ne të mund ta shihnim botën me qartësi. Historia e syzeve është, në analizë të fundit, një histori shprehëse dhe këmbënguljeje njerëzore. Në një kohë kur shkenca shpesh shihej me dyshim, burra guximtar guxuan të pyesnin, të hulumtonin dhe të krijonin. Ata refuzuan të pranonin se humbja e shikimit ishte një dënim definitiv. Dhe duke bërë këtë, transformuan jo vetëm mënyrën se si e shohin botën, por edhe se si marrin pjesë në të. Miliona njerëz që do të ishin dënuar me verbëri funksionale mundën të vazhdonin të punonin, të studionin, të krijonin. Artistët, sytë e të cilëve nuk dallonin më ngjyrat, vazhduan të pikturonin. Shkrimtarët, shikimi i të cilëve kishte dështuar, vazhduan të prodhonin tekste që do të frymëzonin brezat. Shpikja e syzeve nuk ishte thjesht një përparim teknologjik,
ishte një zgjerim I mundësive njerëzore. Dhe kështu arrim në fund të këtij udhëtimi përgjatë shekujve, nga gurët e leximit të manastireve mesjetare deri te instrumentet e sofistikuara optike të ditëve tona. Një udhëtim që na tregoi se si një ide e thjesht u shndërrua në një nga shpikjet më të rëndësishme në historinë e qytetërimit. Një udhëtim që na kujtoi se progresi njerëzor ndodh përmes punës së durueshme të individëve të panumërt që kontribuan secili me pjesën e vet të vogël në mozaikun e madh të njohurisë. Nëse kjo narrativ ju ka prekur në ndonjë mënyrë, nëse ajo ka zgjuar kuriozitetin tuaj për të kaluarën ose mirënjohjen tuaj për teknologjitë që sot I konsiderojmë banale, ju ftojmë të bëheni pjesë e komunitetit tonë. Regjistrohuni në kanal për të ndjekur më shumë histori magjepsëse si kjo. Lini komentin tuaj duke ndarë reflektimet tuaja ose duke thënë se çfarë do të dëshironi të shihni të eksploruar në dokumentarët tanë të ardhshëm. Dhe nëse besoni se edhe të tjerët do të dëshironin ta njihnin këtë histori, mos hezitoni të pëlqeni dhe të ndani këtë video. Faleminderit që na shoqëruat në këtë udhëtim përmes kohës dhe mirupafshim në dokumentarin e radhës.